Fillim TikTok-u ka qenë ma shumë ku i kom shprej talentin të muzikal, pas taj videot kreative kanë qenë këtë rastështme. Ka qenë ma shumë një eksperiment për mu që me dalë pak jashtë zonës të komfortit edhe vazhdu me qatë ideja dhe shkoj mirë deri këto. Në fakt e thasht një artist i ri në skenën muzikore, po them, kosovare, me qenë se së fundmi ke publikuar edhe projektin tënd më të ri, një tekst dhe një këngë originale nga ju. Se sigurisht nga ajo se si e njohi Meritonin, që nga mosha 12 vjeqe, ju keni filluar të publikoni edhe poezit e juaja, tekstet e juaja, me pas edhe me instrumentin e pianos të luani. E ndërkohë tani jeni me një instrument mjaft të veçantë. Ukulele? Ukulele, po. Po, fillim piano kon instrumenti parë që kom zotru shkaku që në familjen tëmve që kemi pas. Që eksperimentet e para kom fillu me piano, pastaj poezit, dhe me thonë, kanë qenë shumë natyrshme si fmi. Pastaj, kur fillova me piano, edhe erdhe në ditë e para për këngë, ku këngën e para kom shru dikon 13 vjetë, në 14. Edhe pasioni për muzikën veç ka shku të intensifiku, deri sa erdhe edhe pjesa e TikTok-ut, ku ne veç fillova me shfaq publikisht ato që unë e kom bon për paskena. Ukulelja ka shumë avon si instrument, kur unë veç kisha nevoj me bon një ndryshim diçka në pjesën artistike, dhe fillova me ukulele, ka shku shumë mirë, ako marrë dorën shumë shpejt. Meriton nga ideja që komentet në rrjetet sociale